prioritetet kanë ndryshuar. Tashmë ti je 40 vjeç, ti je e pavarur dhe pa një burr në krah, por të kesh një partner është më se normale dhe mendoj unë kjo është një gjë shumë e mirë. Për të gjitha ne jemi të lira ta zgjedhim vetë mundësinë dhe si e ndërtojmë jetën tonë. Do thosha pak këtu për atë orën biologjike, sepse në çdo emision edhe në timin, kur vinë mjekët, sidomos ginekologët dhe pyetjes ja kemi ne një orë biologjike për fertilitetin, një orë biologjike ka, por kjo nuk duhet të bëhet presion. Kur thash që kohët kanë ndryshuar, kemi vajza të reja që tashmë falë metodave ngrinë vezët, vendosin vetë të kenë edhe një fëmijë pa partner. Po, patjetër. Apo nuk është më tabu dhe nuk shinjestrohet më një femër që mbase nuk do. Unë mendoj që duhet ta flasim pak më shumë këtë, sepse kjo vërtet, për ne të medias është çik më, po unë mendoj që duhet ta flasim pak më shumë. Domethënë duhet të diskutohet, sepse mendoj që shumë njerëz e vuajnë ende këtë gjën. Jo se nuk e din se çfarë do të ndodhi, por thjesht nuk e kanë të dëgjuar, nuk e bërtasim ne këtë. Unë mendoj që duhet ta bërtasim pak më shumë. Ose janë prej atij presionit që tha. Ndonjëherë presione e vendon vetës. Nuk jemi më në ato presione që ka qenë më parë, domethënë. Presioni ka rënë, njerëzit janë kanë përshtypjen vazhdojnë ende këto presionet familjare. Po, për të vazhduar, po jo në ato nivele. Ka njerëz që marrin vendime thjesht dhe vetëm për faktin për t'i bërë prindrit të lumtur, që të jetojnë njëra të ndjesinë, që ta shohin vajzën apo djalin, nuse apo dhëndër. Ka dhe një gjë, Julka, që në momentin që ti merr vendime, sa më vonë të marrësh vendime, unë mendoj që aq më problem është, sepse ti rritesh. Pra, unë mendoj që është më mirë të marrësh vendimet kur je vogël, me ato mundësirat që ti ke, sepse sa më shumë rritesh ti, aq më shumë rriten përshmëritë tua për personin që do të kesh në krah. Sa më i vogël ti marrësh këto vendime, ti bie që edhe kur kupton që gabon, je prapë në kohë për të fituar nga para. Po tani, këtë vendim nuk do ta shikoja vetëm në aspektin e jetës familjare për të krijuar, do ta shikoja edhe në aspektin e profesionit. Sepse vajzat e sotme mendoj që nuk kemi po të flasim. Kërkojnë më shumë të kenë hapësirat e vetes tyre, të jenë të realizuara në jetën e tyre, deri te mosha 30. Kjo deri diku, prandaj tash dhe presionin ja bëjmë ndonjëherë dhe vetes, sepse ajo vendos disa kufi, vendos disa piketa dhe thotë dua të kem një punë shumë të mirë, të paguaj të paktën kredin apo qërana se aty ambienti ku unë jetoj, dhe të bëj një bashkëjetesë me një person, dhe këto janë, nuk mendoj se shumica sigurisht që vazhdojnë të shikojnë 25-ën si orën biologjike, qoftë për të martuar apo për të krijuar një familje. Por sot edhe ka dhe presionet të këtij lloji që femrat vetë, gratë në përgjithësi, po mundohen të jenë akoma më të pavarura dhe kjo është një presion që ti bën vete, sepse do që patjetër të jesh i arrin te mosha 35, fillon karriera akoma më lart, fillon mendon ta bëj fëmijën tani apo pak më vonë, të fillon, domethënë janë shumë gjëra të tjera që nuk jemi në të njëjtat ujëra siç kemi qenë 10 apo 15 vite më përpara, që edhe marrja e një shtëpie me qira nuk ka qenë në këto vlera monetare që është sot. Jeta ka qenë akoma më e thjeshtë edhe shumë gjëra të tjera dhe nga ana e ndihmës familjare nuk janë të njëjtat që janë. Kështu mendoj që edhe ky presion përveç se shoqëror, mendoj që është edhe bën personal në vend personal. Shiko, përmendë pak karrierën dhe dua të ndalem te karriera sepse është piku. Jo, e di, e kuptoj. Piku, mendoj që te 35-a po se ke arritur atë ku duhet, pastaj. Eksakt. Jo, prit, se më duhen fiks aty ku dua dhe dua ta shqyrtojmë pak sa. Çfarë vendimesh nuk duhen lënë, pra nëse flasim për karrierën, nuk duhen lënë që të merren pas të 40-tave. Pra, kur ti arrin në 40-tat, do thotë që ti, marrim gjithmonë rastin ideal, i ke marrë vendimet e tua, i ke kryer vendimet e tua. Cilat janë ato vendime të karrierës, të cilat nuk duhen lënë pas 40-tave? Unë mendoj shkurt fare, po mendoj tek ajo pyetja që tha dhe Ada. Kush jam unë? Kush jam unë dhe në lidhje me profesionin që po bëj? Ku duhet të shkoj dhe çfarë duhet të bëj? Nëse ti nuk e ke arritur deri te 40 atë,
Puna nuk ta jep, do të ta japësh ti, do të Shkollimi, për mua duhet kesh përfunduar të paktën shkollimin. Po mendoj që e kam e quajta se kjo është e mora me disa persona që e shikojnë më tutje, do me thënë. Thonë, po e le këtë vit, po e le dhe vitin tjetër dhe kështu përfundojnë ja 5-10 vjet e kapa sepse duke që çfarë mendoj unë, sepse këtë nga që e marrim gjithmonë të mirëqen, edhe atë. E di çfarë mendoj unë nuk duhet lënë pas. Për shembull, nëse ti ke dëshira apo ke pasion të bësh një master, një specializim, kjo nuk duhet lënë. Nuk ka pse hëse e bëj vitin tjetër. Ky realizimi në karrierë nuk vjen brenda natës. Ky bëhet me dekada dhe do ditë pas dite. Nuk mundesh ti të ngrihesh një ditë dhe të thuash që si nuk u realizova unë. Dikur në brezin tim, të thoshin ambicioze merte një konotacion negativ. Sot ti jesh ambicioze dhe të synosh në karrierë, mendoj është një cilësi shumë e mirë. Po thënë që je karrieriste, je arirë, si e realizuar. Je karrieriste, quhej keq. Po, ka qenë në konotacion negativ. Është karrieriste kjo vajza. Nuk do të bëj. Kjo nuk njeh, kjo nuk njeh. Ndërkohë patjetër që po, unë dua të jem, madje meqense e kam lexuar në një libër dhe më erdhi fiks tereni këtu. Një personazh thotë që unë kam zgjedhur karrierën se ajo nuk të braktis kurrë. Ma kujtuat. Një pyetje tani, me që jemi kështu në këto përsjatet e karrierës edhe deri në të 35-a. Është shumë herë 30, te 35-a deri tek të 35-a duhet të bëjmë çmendurit më të mëdha apo duhet marrim vendime më të mëdha? Unë jam për çmendurit. Unë jam për çmendurit. Po di shena. Unë them deri në 35 duhet i kesh mbaruar ato. Unë them të dyja. Ndërkohë them që nuk ka një moshë për çmenduri, sepse varet me tip dhe me natyrë njeriu. Nëse ti je ajo natyrë po t'u dha mundësia në çfarë do lloj moshe. Okej. Çmendu. Tani nuk e di sa në korniza jemi rritur ne, se unë jam pak më ndryshe nga juaj, Brezi që është rritur me disa lloj kornizash dhe sa të aftë jemi ne që t'i thyem ato kornizat dhe kjo unë them varet me tip njeriu. Po kush bën çmenduri, kush është natyrë që i ka qef këto pasionet çmenduria, unë them nuk ka mosh, i bën gjithmonë. Do thonin zonja Qandi kanë ndjekur. Ka diçka. Sa që... Prendje lule më lule, pas 30-ave, 35-ave? Jo, po, tani, sa marrëdhënie mund t'i kesh ti mbas të 30-ave, 40-ave që nuk duan t'i presin dhe t'i ndërpresin se mendojnë që është vonë për të filluar nga e para. Jo, edhe kur fillon nga e para, po prapë i njëjta gjë është. Probabiliteti. Të thonë dhe vazhdon me këtë se sa të fillosh nga e para dhe përveç edhe hyn ato qertullin pastaj që unë them që asnjëherë nuk është vonë për të filluar nga e para dhe ne besoj që nuk na trëmb kjo, a do filloj do t'u nga... Ne na trëmb më shumë edhe çfarë do mendoj, jo po çfarë do thonë për mua. Opinionit e tjerëve.